Përshëndetje, ju flet Spaku dhe sot në Troç me Redin do të flasim për intervistën që kishte Mateo në ftesë në 5. Realisht më pëlqen shumë kur shikoj banorët, më së shumti ata finalistë si janë në këto qasjet e para pas Big Brotherit, ku nuk kanë pasur dieni se çfarë është bërë si brenda shtëpisë pas kurrizit të tyre, por edhe jashtë që bëhet një Big Brother i llatarshëm edhe shumë më i madh se aty brenda. Dje komentova Mirin. Sot do të komentoj Mateon i cili ishi ftuar në ftesë në 5 e në darkë do të jetë Selina në Goca dhe Gra. Dhe duke parë le të themi emisionet ku kanë shkuar, Miri shkoi tek Shqipëria Live që është në mesditë, pra të një kohë ku ndoshta e ndjek mosha e tretë, ku se Mateo në pasdite kur është një emision më shumë për gratë, për ata që janë në shtëpi, ku se Selin do t'jetë në prime time sot në Goca dhe Gra, kjo për t'i dhënë më shumë zë fitueses, por edhe pse në trurin tim tani më vjen vetëm kënga e Tajnës, kënga më e re Vena që besoj do t'jetë një hit pa diskutim si ai ku thot le dashurin, është fantastike, ju këshilloj që ta dëgjoni. Tani për t'u rikthyer se më duket vetja si Spaku që analizoj çdo gjë që bëjnë banorët, por përsa kohë ju më ndiqni dhe kërkoni një mendimin tim për këto daljet e para që i shikoj me interes se a ka ndryshuar siç u shpreha me atë lumin e informacioneve që morën. Komentova dje Mirin që pash diçka që nuk e kishte në Big Brother, ishte më i qetë, ndoshta më transparent dhe patën nervin dhe presionin e lojës dhe kishte ndryshim të asaj çfarë ka bërë në Big Brother dhe në atë që e pash dje. E sot do të flas për finalistin që doli në vendin e tretë në këtë edicion të Big Brother Albania VIP5, Mateo Borin, që e kam dhënë mbështetjen time, e kam vlerësuar, e kam pëlqyer si personazh në këtë Big Brother, edhe më shumë për shkak të një lloji censure që është bërë dhe unë u ktheva në një lloj zëri i atyre mira njerëzve që e mbështesin, që e duan ende Mateon. Dhe kam dhënë ato mendimet e mia reale, troç të sinqerta, si çdo ta jap edhe në këtë intervistën që kishte dje Mateo në ftesë në 5 tek Bjeta. Sigurisht që ti kur del nga një format do të përballesh me një mori lajmesh, me një mori informacionesh dhe truri jot sigurisht që bombardohet aq shumë sa dhe mund të tregosh një tjetër qasje të vetes tënde, duke u ndalur tek qasja e Mateo se ai ishte pothuajse i njëjti siç ka qenë edhe në shtëpinë e Big Brotherit, me atë energjinë e tij, pa filtra, pa maska, shumë popullor, me atë të qeshurën ikonike që ka, e sigurisht pash diçka që le të themi më kërciti dhe nuk i qëndron Mateos që kam parë në Big Brother. Kjo lidhet, besoj, me të gjithë morinë e informacioneve që ai ka parë që ka thyer çdo sondazh në mënyrë historike si asnjë banor të këtij edicioni të Big Brotherit, duke u pozicionuar si fitues në syt e publikut në çdo lloj sondazhi që është bërë si nga portale, si nga personazhet që komentojnë Big Brotherin, personazhet me një audiencë të madhe dhe i besoj 100% këtij rezultati, më pas që është çifti më i pëlqyer, çifti më i komentuar, që ka një lloj jehone në rrjetet dhe ka një lloj vëmendje dhe një lloj sheri të frikshëm të gjithçka që poston Mateo dhe Brikena. Dhe duke marrë të gjithë këto element, të gjithë këto le të themi të dhëna, do të arrish tek një shumatore që besoj e kishte një lloj grimse që Mateo e ka treguar dhe në Big Brother që është shumë kumgullës, që i qëndron asaj që mendon që është pak drejtë dhe nuk është pak fleksibël që të le të themi të prej dhe anët e tjera edhe të pranoj mendimin ndryshe, siç kishte një lloj tendence për të mos e pranuar një lloj le të themi sugjerimi që ju bë që duhet të mos e shfaqesh një lloj le të themi fodullëku, siç u shpreh dhe Olci, që ti pa diskutim ke qenë një banor që ki luajtur një Big Brother me atë që ti je, jo me skema, jo me intriga dhe kur shokut të ty kanë folur pas shpine, siç edhe Mateo tha që unë e pash edhe ja që Selin në 2 raste nuk ishe reaguar kur tentoi Miri të më godiste, por edhe në ato sulme që i bënte Gerti, pra që ishte
neutrale, ndërkohë që Matteo ka qenë më i përfshirë dhe i kemi parë që nuk ka qenë agresiv me Celine Matteo, përkundrazi ka qenë ndihmues, ka qenë shok, le të themi, në shumtën e kohës së eksperiencës së tyre në Big Brother dhe pse kohët e fundit sigurisht që do të përplasesin duke analizuar se cili lojën e tjetrit dhe për të nxjerrë në pa, le të themi, të metat për të disavantazhuar në sytë e publikut se fitoria do të jetë vetëm për një individ dhe aty në një formë apo në një tjetrën do të hani pa kokat e njëri tjetrit, edhe pse u pa edhe në post Big Brother që Matteo tha që Celine nuk e meritonte Big Brotherin për dy arsye, që bëri një lojë me Mirin edhe pranoi një lloj degradimi nga Rogerti, por sidoqoftë në këtë këshillën që alla dhe Olsi, edhe unë provokova pak audiencës që thash kam një lloj kritike se po më duket vetja si polic tani që apo si spak që do të analizoj gjithçka që bëjnë banorët apo më së shumti finalistët, se tek ata është e përqendruar vëmendja që është e kuptueshme dhe është padyshim e pashmangshme, por merdhja e dhoj një ndjesie e një lloj inatçori që sigurisht kur ti e shikon që ke qenë i preferuar i publikut në sondazhe, të vjen në mënyrë besoj të pa vetëdijshme që ta shfaqesh një lloj ane që nuk i ke pasur përgjatë rrugtimit, një lloj, le të themi, arrogancë të lehtë në ato që ti nuk e pranon, një lloj sugjerimi që ta japin dhe të tjerët edhe që flet me një lloj pompoziteti që sigurisht nuk është gjë e gabuar, por besoj përsa kohë Matteo është vlerësuar në mënyrë maksimale për atë djalin pa filtra, për atë djalin shumë popullor, shumë babaxhan, shumë pa të projektuar për të qenë pjesë e Big Brotherit me një lloj skeme apo dhe me një lloj strategjie, sigurisht që ai vëmendjen, mbështetjen e ka në mënyrë të padiskutueshme nga ata që e kanë pëlqyer, vlerësuar, por edhe qasja e bukur që kishte dje ku ndau dy detaje. E para për Brikenën që nuk dha shumë komente edhe kur u pyet për jetën që ka pas Brikena përpara se të fuste Big Brotherit, e pyeti Bjeta a ndjen ndonjë lloj sikleti apo e ke problem se çfarë ka bërë Brikena përpara se të futet në Big Brother, ai për ta mbyllur në mënyrë të bukur dhe për të mos ushqyer, le të themi, portalet, mediat me një lloj keqkuptimi që pastaj mund të lindin polemika dhe në çift tha që më pëlqen e ardhmja që do të kemë me Brikenën, nuk u zgjat shumë, edhe dha një koment për nënën e tij për raportin që ka me Brikenën, shumë të mirë, e ka pëlqyer si nëna, por edhe motra. Dhe këtë gjë e kemi parë edhe më shumë tek motra, si në finale, por edhe në after party ku kanë qenë të tre dhe vërjet ajo që ka një lloj energjie të mirë dhe nuk i bëjnë gjëra sa për sy e faqe për të shitur diçka që nuk është apo për të fituar më shumë, le të themi, mbështetje apo për të bërë lajm me ndonjë veprim apo me ndonjë tjetër. Janë njerëz popullor dhe nuk janë njerëz të kalkuluar për të bërë, le të themi, show me jetën e tyre. Prandaj edhe Matteo ka qenë i kufizuar në këto përgjigje që dha i pyetur për jetën e Brikenës që ka pasur përpara Big Brother, por edhe ai vetë që e tha me një lloj batute, jam burr i martuar, mos më pyet për këto romancat apo për këto njohjet apo për këto dashuritë e para që kam pasur në rinin time, edhe pse Matteo është ende një djalë i ri. Por sidoqoftë ishte një intervistë që unë e pash në ujëra të përgjithshëm në atë Matteon që është tek energjia e mirë, tek ajo qeshura e tij ikonike, tek ai njeriu popullor, edhe pse më erdhi kjo energjia nuk mund ta mohoj dhe jam treguar gjithmonë transparent dhe siç e kam emëruar dhe emisionin Trotshme Redin, nuk është një lloj kritike, por një lloj, le të themi, këshille që do t'ja jepja pa diskutim, që besoj që publiku të do në atë që ti je, dhe ky lloj mekanizmi që ka pas Big Brotheri kur ti merr një mori informacionet nuk është e lehtë dhe mund të shfaqet ai delli jot i inatit, nëse do ta quajmë në këtë formë edhe në këtë trajt, por sigurisht Matteo mbetet një nga personazhet me këmbë në tokë, nuk e ka atë mendje mallësinë edhe pse ajo energjia, siç e përmenda, mos bëhemi përsëritur, por interesante do të jetë tani të gjithë këtë vëmendje, mbështetjen, famën që e ka në mënyrë të frikshme të madhe. Kjo gjë shikohet sa herë poston diçka në rrjetet sociale që shkon viral edhe ka me mira komente, mira pëlqime, mira share. E bukura është se si do ta punojnë dhe do ta sjellin
në syt audiencës në ekranin e madh që pa diskutim duhet të jenë pjesë të dy si çift, edhe pse për Brickenën kam dëgjuar diçka, por do ta ndaj besoj kur të jetë momenti dhe kur do të jetë pjekur si ide edhe kur do ta kem në mënyrë konkrete që Brickenën do ta shikojmë sërish në ekranin e Top Channelit. Por deri atëherë do doja të dija dhe mendimin tuaj se çfarë prisni, a keni parë ndonjë ndryshim nga këto banorë në këto ditët e para, le të themi të lirisë, nëse mund ta quajmë në këtë formë, se Big Brother është një eksperiencë e bukur, por që je i kufizuar, je i izoluar nga bota jashtë, nga realiteti, dhe kur dalin nga realiteti, a ndryshojnë dhe qasje nga moria e informacioneve që marrin dhe mund të nxjerrin në publik disa tipare që edhe në Big Brother nuk i kanë pasur, ose tani shikojnë në një sy tjetër se vëmendja është më e përqendruar, se nuk kanë, le të themi, edhe lojtarë të tjerë, nuk kanë ato debatet dhe fokusi është më i pasur dhe vëmendja sigurisht që është më e përqendruar tek individi se sa te vet loja e vet shumë banorëve në shtëpinë e Big Brotherit. Do doja të dija komentin tuaj dhe më kryesorja mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.